Mesditën e 13 shkurtit të 2015, një lajm I bujshëm zuri të shfaqej në ekranet e televizioneve informative. Një grup prej të paktën 3 personash kreu në mënyrë të rrufeshme një grabitje të armatosur, që mund të jetë grabitja më e madhe e një banke të nivelit të dytë e ndodhur ndonjëherë në historinë e Shqipërisë. Autorët u larguan nga vendi I ngjarjes me mjetin e blinduar të policisë private, që duhet të garantonte transfertën e parave. Policia e shtetit menjëherë pas ngjarjes njoftoi se kishte arrestuar 6 punonjës të eskortës së mjetit të blinduar, pasi akuzohen se kanë shpërdoruar detyrën, duke shkaktuar edhe grabitjen e Union Bank mesditën e 13 shkurtit 2015. Në deklaratën zyrtare të policisë së shtetit nuk jepeshin detaje në lidhje me shumën e grabitur, por thuhej se janë grabitur 4 thas me para dhe jo 2, siç u deklarua menjëherë pas ngjarjes. Punonjësit e ndaluar janë pjesë e eskortës së policisë private e Eurogjici, të ngarkuar si shoqërues të vlerave monetare. Policia deklaroi se ndalimi I tyre u bë për shpërdorim detyre, pasi 3 persona të maskuar e nën kërcënimin e armëve, duke qelluar në ajër, I kanë çarmatosur dhe kanë vjedhur Union Bank, duke marrë shumën e parave në 4 thas dhe janë larguar me mjetin tip Land Rover me targa AA 105 IV, pronë e kompanisë së sigurisë Eurogjici. Më pas personat e maskuar dhe të armatosur kanë braktisur automjetin në rrugën Sulejman Bathi dhe janë larguar me një automjet tjetër. Me cilësinë e provës materiale në vend ngjarje, u gjetën dhe bllokuan 3 copë gëzhoja model 56, kalibër 7.62, si dhe mjetin tip Land Rover me targ AA 105 IV. Policia sekuestroi në vend ngjarje kamerat e sigurisë në të cilat paraqitej qartësisht si kishte ndodhur grabitja. Kamerat e sigurisë të vendosura njëra tek tuneli ku ndodhej hyrja nga prapa bankës dhe tjetra tek sheshi mes pallateve, kanë filmuar se si grabitësit kanë marrë 4 thas me para në momentin kur do të bëhej transferimi I tyre tek makina e blinduar para ditën e 13 shkurtit. Për fat të mirë, hetimin dhe dokumentimin e kësaj ngjarje e kanë ndihmuar së tepërmi kamerat filmike. Në pamjet e sekuestruara tashmë nga grupi hetimor, duket furgoni I blinduar me ngjyrë të bardhë që përdoret për transportimin e parave në sheshin mes pallateve, I parkuar pranë tunelit nga ku do të dalin thasët me para. Në tunel ndodhet hyrja nga prapa e bankës. Nga hyrja e prapme e bankës që ndodhet në tunel, shfaqen 3 persona, 2 punonjës që mbajnë thasët me para dhe pas tyre vjen roja e sigurisë I armatosur. Pak sekonda më pas 3 grabitësit, njëri pas tjetrit, dalin nga garazhi. Ata kanë kapuç në kokë, janë të armatosur dhe 2 prej tyre mbajnë në shpinë çanta sportive. Grabitësit vrapojnë pas policëve privat, që kanë në duar thasët me para. 2 grabitësit e parë ndjekin nga pas policët privat, që po bëjnë transportin, ndërsa I treti godet me shuplak rojen e sigurisë, I cili ndodhet në hyrje të tunelit. Grabitësi I veshur me xhup të bardhë, me zingre 2 thasët që I lëshon nga dora njëri prej policëve privat, gjë që tregon se shuma e parave është e madhe. Ndërsa 2 thasët e tjerë I merr grabitësi I tretë, I cili nuk ishte në krah çantë sportive, dhe largohet në drejtim të rrugicës ku është I parkuar furgoni blinduar. Pasi, grabitësi me xhup të bardhë ndalon për pak sekonda pikërisht tek rrugica, para furgonit, për shkak se thasët me para janë të rëndë. Nga pamjet të duket se ka 2 çanta. Ai shoqërohet nga shoku I tij, personi I tretë në grabitje. Pamjet e kamerave të sigurisë kanë fiksuar mënyrën se si është bërë grabitja dhe se si kanë dështuar rojet e sigurisë të kompanisë private për të përmbushur detyrën e tyre. Këto pamje kanë shërbyer si provë që prokuroria të ngrejë akuzat përkatëse për eskortën e policisë private. Mesditën e 25 prillit 2015, Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut shpalli kandidaturat e saj për zgjedhjet vendore të 21 qershorit.
PBD-1, apo e njohur ndryshe si Partia e Minoritetit Grek në Shqipëri, vendosi të garojë në 5 bashki, më konkretisht në bashkinë e Kiniqit, Konispolit, Himarës, Dropullit dhe Delvinës. Por mes 5 emrave të kandidatëve të PBD-1-s, binte në sy njëri prej tyre. Fredi Bejleri, kandidati për bashkinë e Himarës, është një emër i njohur për shqiptarët. Vetëm emisioni Xhungël i ka kushtuar 4 emisione investigative të kaluarës së tij të dyshimit. Bejleri, apo Bejleris, siç i pëlqen ta thërrasësh Matan Kufirit, akuzohet si pjesëtar i komandës terroriste që sulmoi postën kufitare të Peshkopis më 10 prill 1994. Si rezultati i këtij sulmi mbetën të vrarë 2 dëshmorta të dheut, oficeri drejtues Fatmir Sheu nga Tepelena dhe ushtari Arsen Gjini nga Semani i Fierit. Gjatë këtij sulmi mbetën të plagosur edhe 3 ushtarë të tjerë, ndërsa autorët u tërhoqën në thellësi të territorit grek, bashkë me armatimin që rrëmbyen nga reparti ushtarak shqiptar. Po si është e mundur që një emër kaq i njohur për agjencitë e zbatimit të ligjit në Shqipëri e Greqi, i akuzuar për përfshirje në sulme terroriste, vrasje në krye të detyrës të ushtarakëve shqiptar, tradhti të lartë ndaj atë dheut, përdhosje e simboleve kombëtare shqiptare, të marrë guximin të kandidojë për një nga 61 njësitë vendore të Republikës së Shqipërisë. Bejleri është i njohur për qëndrimet e hapura anti-shqiptare, implikimin e incidentet e rënda gjatë fushatave zgjedhore në Himar, duke përfshirë edhe financimin e personave të ardhur nga Greqia. Fredi Bejleri është arrestuar nga autoritetet greke si pjesëtar i grupit terrorist Mavi, gjatë tentativës së dytë për të sulmuar repartin ushtarak kufitar në fshatin Longo të Gjirokastrës. Ndërsa 2 partitë më të mëdha në vend, PS dhe PD, po trumpetojnë me të madhe çështjen e dekriminalizimit, duke ngritur dhe një komision parlamentar për këtë gjë, PBD-1 kandidon një person me rekorde kriminale për bashkinë më të madhe, ku Partia e Minoritetit Grek shpreson të fitojë në zgjedhjet e 21 qershorit. Kandidati PBD-1-s, Alfred Bejleri, i zgjedhur për garën e 21 qershorit për bashkinë e Himarës, rezulton jo thjesht i dyshuar, por një person me precedent të rënd penal në të shkuarin. Në vitin 2003, Alfred Bejleri është ndër 5 të dënuarit nga gjykata e Vlorës, pasi gjatë zgjedhjeve lokale thyen dhe dhunon simbolet kombëtare shqiptare në Himar dhe u përplasën me policinë e shtetit, duke shkaktuar incidente të rënda. Në këtë ngjarje një numër i madh personash protestuan para godinës së Bashkisë së Himarës, në pritje të rezultatit të zgjedhjeve, dhe gjithçka precipitoi në veprime të dhunshme. Fred Bejleri, së bashku me 4 persona të tjerë, u dënuan fillimisht në vitin 2006 nga gjykata e Vlorës, me periudha të ndryshme burgimi, nga 1 deri në 3 vjet burg. Më pas, në 2012, me rastin e 100 vjetorit të pavarësisë, këta të dënuar kërkuan nga presidenti i Republikës amnisti për dënimet e tyre. Ndërsa partitë politike më të mëdha në vend dhe deputetët shqiptar po diskutojnë për dekriminalizimin e institucioneve shtetërore, duke propozuar një paketë ligjesh në zgjedhjet vendore për fshjen emra me një të kaluar kriminale. Fredi Bejleri, me t'u larguar nga Shqipëria në fillimin e viteve 90, vendosi kontakte me grupet ekstremiste greke që luftojnë për aneksimin e jugut të Shqipërisë dhe shpalljen e autonomisë së Vorjo Epirit. Bejleri është një njohje e vjetër për të gjithë politikanët nacionalist grek të 2 dekadave të fundit dhe për organizatat ultranacionaliste të vendit fqin, që pretendojnë çlirimin e të ashtu quajturit të Vorjo Epir nga shteti shqiptar.
Ai është i njohur si mik i politikanit ultranacionalist Babis Karathano, i cili fillimisht ishte kryetari i organizatës rinisë së Borjo Ebirit. Karathanos është personazhi që shfaqet sa herë që ka zgjedhje problematike në imar, në mbështetje të elementëve anti-shqiptar. Për sulmin e 10 prillit 1994, Gjykata e Athinës, më 21 mars 1996, dënoi me 4.5 vjet burg Jorgo Anastasulin, 3.5 vite burg Apostol Karvelën, 2 ish pjesëtar të forcave speciale greke që drejtuan sulmin ndaj repartit ushtarak të Peshkëpisë. Ndërsa 5 shtetasit shqiptar, ku bënte pjesë edhe Fredi Bejleri, u dënuan me nga 3 vjet burg. Por Gjykata e Apelit e reduktoi dënimin në 18 deri në 20 muaj burg. Por ky dënim nuk ndikoi që Bejleri të hiqte dorë nga veprimet e tij anti-shqiptare, pasi ai u rishfaq sërish, por këtë herë në himar. Gjykata e Vlorës në vendimin me numër 302 të datës 26 dhjetor 2006 dënoi në mungesë me 3 vite burg Fredi Bejlerin, Agjelo Kokaveshin, Koço Llazarin, Vangjel Kolilan dhe Sofi Karapon. Të 5 personat në zgjedhjet vendore të 12 dhjetorit 2003 dhunuan simbolet shtetërore shqiptare. Sokol Mjacaj është i dënuar 2 herë nga Gjykata e Shkodrës. Rasti i vrasjes së 13 vjeçarit Agim Lera në fshatin Pjoll të Dukagjinit është shqyrtuar në ankimim nga ana e Gjykatës së Apelit Shkodër me përbërjen e një treshe gjyqtarësh. Më datën 4 janar 2013, Gjykata e Apelit mori në shqyrtim çështjen ndaj Sokol Mjacaj, së bashku me vëllezrit Besnik dhe Edmond Kodra, të cilët akuzohen për veprën penale të vrasjes së kryer në rrethana cilësuese, të kryer në bashkëpunim, parashikuar nga neni 79A dhe 25 i kodit penal, të konsumuar ndaj viktimës së mitur Agim Leraj. Procesi gjyqësor ndaj 2 vëllezërit Kodra, Besnik dhe Edmond Kodra, ka kaluar në 3 shkallë të gjykimit. Aktualisht ne po përgatitemi për të drejtuar gjykatës kushtetuese lidhur me disa parregullsi, të cilat ne mendojmë, të cilat janë në të 3 shkallët e gjykimit, pretendimet të cilat do të verifikohen nga gjykata kushtetuese dhe mendojmë se gjykata kushtetuese do të konstatojë këto parregullsi dhe një proces gjyqësor të parregulligjor dhe përpasoj padyshim ne kemi bindjen e plotë se gjykata kushtetuese do ta rikthejë këtë çështje për rigjykim. Parregullsitë të cilat janë konstatuar fillojnë në procesin hetimor, ndërsa unë në procesin hetimor nuk kam marrë pjesë si përfaqësues i tyre, pasi jam futur mbasi çështja kishte vajtur në gjykatë dhe kishte filluar gjykimi në gjykatën e shkallës së parë, kanë vazhduar me procesin gjyqësor në gjykatën e rrethit gjyqësor Shkodër dhe kanë vazhduar me tutje në gjykatën e Apelit Shkodër si edhe në Kolegjin Penal të Gjykatës së Lartë. Në vendimin e Gjykatës së Apelit, Sokol Mjacaj u deklarua fajtor për veprën penale, mos kallëzim të krimit. Dhe për këtë shkak, dënimi i tij u ul nga 10 vjet burg në 4 vite burg, duke ndryshuar klasifikimin e veprës penale, nga vrasja në rrethana cilësuese e kryer në bashkëpunim në veprën penale mos kallëzim të krimit. Gjykata e Apelit Shkodër i dha mundësi Sokol Mjacajt të lirojë nga burgu, kur kishte vuajtur vetëm 1/3 e dënimit të parë. Në vazhdim të këtyre shkeljeve të evidentuara edhe në shkallën e parë, të cilat ne kemi ngritur në mënyrë permanente, seancë pas seance, Gjykata e Apelit Shkodër, pasi mbylli hetimin gjyqësor,
sepse e përsëriti pjesërisht me kërkesën tonë, po nuk pranoi të tëra kërkesat tona, pranoi disa, po jo të tëra kërkesat tona, gjykata e apelit Shkodër vendosi ndryshimin e kualifikimit juridik të veprës penale për të akuzuarin Sokol Mjaçaj. Nga vrasja në bashkëpunim, sikur se ishte bërë kualifikimi nga sipas vendimit të gjykatës rrethë gjyqësor Shkodër, në dhënien ndihmë për vrasje. Ku qëndron shkelja në këtë rast? Shkelja e bërë nga gjykata e apelit Shkodër në këtë rast është në faktin se kjo gjykatë ka detyrimin ligjor në bazë të dy vendimeve të gjykatës kushtetuese të Republikës së Shqipërisë, një e vitit 1999 dhe një e vitit 2012, të cilat e detyrojnë gjykatën se nëse konstaton se fakti duhet të jepet një kualifikimi tjetër juridik, gjykata paraphrasë të shpallë vendimit ja u komunikon palëve, të cilat shprehojnë qëndrimet e tyre. Gjykata e apelit nuk e ka bërë këtë dhe ka kaluar drejt për drejt në dhënien e vendimit përfundimtar. Vendimi i cili u mor më 4 janar të 2013-s. Kundër këtij vendimi, prokuroria e rrethit gjyqësor Shkodër ka kërkuar nga gjykata e lartë marrje në shqyrtim të çështjes rreth vendimeve të apelit. Rekurs u paraqit edhe nga avokati Nduaj Gjoni, i cili përfaqësonte dy vëllezërit, Besnik dhe Edmond Kodra. Por dhoma këshillimore e kolegjit penal në gjykatën e lartë e ka refuzuar rekursin e bërë nga avokati i vëllezërve Kodra. Sipas pretendimit ton, shkeljet në procesin hetimor nga ana organit procedues janë këto. 1. Është shmangur pista hetimore e vrasjes e mbytjes së fëmijës me lak. Ka rezultuar në bazë e aktit të eksportimit të bërë nga Instituti Mjekësisë Ligjore Tiranë, i vitit 2011, datë 6/2011, që mbytja e fëmijës së mbitur Agim Leraj është bërë me lak. Pra, ndonse pista hetimore e organit procedues ishte në drejtim të mbytjes me shtrëngim dhe me gur, siç pretendonte i pandehuri tjetër Sokol Mjaçaj, e vërteta sipas mjekësisë ligjore, Instituti Mjekësisë Ligjore është se mbytja është me lak. E keni kërkuar ju këtë ekspertizë? Gjatë tërë procesit hetimor është shmangur një nga pistat më të rëndësishme, sepse nëse do të zbatuar dhe proceduar në pistën e mbytjes së fëmijës me lak, do të ishte bërë mundur, ose do të më të mirë do të ishin bërë kërkimet, të cilat do të kishin shpënë tek mjeti me cilin është bërë mbytja e fëmijës. Nëse do ishte gjetur laku, do të ishte mundur plotësisht nëpërmjet ekzaminimeve shkencore të përcaktoj personi i cili ka përdorur lakun. Por gjykata e apelit Shkodër nuk u mjaftua me kaq. Ajo i ka dhënë sërish një ndihmë Sokol Mjaçajt pas dënimit të dytë të tij për grabitje. Në janar 2015, Sokol Mjaçaj është përballur në gjykatën e apelit Shkodër për veprën penale të vjedhjes. Mjaçaj u dënua sërish vetëm pa kohë pasi kishte dalë nga burgu për vrasjen e 13 vjeçarit Lera me 1 vit e 6 muaj burg. Pra, ju thoni që është përdor lak dhe jo duar apo varsja për mbytjen e fëmijës? Ne nuk themi ne që është përdor lak, po është Instituti i Mjekësisë Ligjore, i cili mbi bazën e kërkesës së bën nga ana jon, gjykatës së rrethit gjyqësor Shkodër, e cila mbas shumë muajsh kërkimit që kemi bërë ne e ka pranuar, dhe është Instituti i Mjekësisë Ligjore, i cili ka konfirmuar faktin se mbytja e fëmijës është bërë me lak, e cila shoqërohet në një braz strangulacioni në tërë gjerësinë e qafes, si edhe përdorimit e forcës, natyrisht që laku nuk është vendosur pa përdorimin e forcës. Pra këto janë konstatimet e mjekësisë ligjore në Tiranë. Vëllezërit Besnik dhe Edmond Kodra kanë deklaruar se nëse drejtësia do të kishte qenë e drejtë, turistët çek Mihajl Zbatos dhe Ana Kozinova nuk do të përballeshin më trekorik në prekal të Shkodrës me Sokol Mjaçajin. Nëse do ishte një gjykim i drejtë dhe objektiv, unë jam i bindur se Sokol Mjaçaj do të kishte një përgjegjësi tjetër ligjore për ngjarjen e vitit 2010 dhe përpasoj në vitin 2015 ai nuk do ishte i lirë, por do ishte në vendet e ekzekutimit të vendimeve penale. Janë këto gjykata Pra nuk do kryente? Nuk në mënyrë absolute jeta e turistëve çek nuk do të ishte marrë nga kjo dorë kriminale. Fati jetës së tyre nuk mund ta përcaktoj, por jam i bindur se jeta e tyre nuk do të ishte marrë nga kjo dorë kriminale, siç është rasti Sokol Mjaçaj. Edhe avokati i dy vëllezërve Kodra pretendon se Sokol Mjaçaj përfitoi ndryshimin e akuzës në gjykatën e apelit nga vrasja në bashkëpunim në moskallëzim të krimit dhe shpëtoi me vetëm 4 vite burg.
Mafia nuk e la. E mori jetën e Lule Trinis. Në moshën më të bukur, 33 vjeç. Ku la jetim 2 fëmijë. Vajzën 5 vjeçe dhe djalin 3 muajsh. Nuk arriti dot ta përgëdhelte djalin, i cili u gëzua shumë. Çfarë? Të kujtoj nëna për atë djalë. Sa herë që shtrihem me ngrihem në gjumi, gjithmonë e kujtoj. Dhe Zotit, i lutem, jeti marr hak. Pamje makabër, mbasi si asnjëherë tjetër e transmetuar nga mediat, është parë nga ekrani i televizionit që nga zyrat e presidentit të Republikës dhe kryeministrit deri tek shqiptari më i fundit. Dhimbja e thellë, jo thjesht për humbjen e jetës së një njeriu të ligjit, por më tepër për mënyrën barbare të ekzekutimit, preku çdo shqiptar që e ka parë, qoftë edhe një herë të vet me skenën e denjë për filmat hollywoodian kushtuar mafias. Flakët dhe tymi i zi që dilnin nga ajo që mbeti prej gjyqtarit të gjykatës së Vlorës janë akuza më e fortë ndaj agjensive ligjzbatuese shqiptare. Ajo datë për mua është data më tragjike e jetës time. Ai erdhi në mëngjes, atë ditë, nxitonte se kishte një gjyq në orën 9 dhe më tha hajde mami të mbullni derën, portën e jashtme. Mori makinë dhe u nis. Kur ç'të dëgjoni? Na miri në telefon njerëz se ne në atë kohë televizori nuk e kishim hapur. Dhe na thoshin çfarë, si jeni, si? Mirë jemi të gjithë. Ishja bashkë me nuse në shtëpi. Mirë jemi, po na çuditesh, çfarë është? Më në fund pastaj pam që po na vinin njerëz shumë. Ç'a na ka ndodhur? Atëherë e kuptuam. Çfarë të them? Humbjen më të madhe. Pat djalin. Më thanë që është plagosur. Por ai ishte soptua në atë mënyrë. Mafia. Ne kishte Marieta rrugës për të bajtur për në punë. Karriera vetëm 5 vjeçare e magjistratit Skerdilajt Konomi, baba i 2 fëmijëve të mitur, ishte aq modeste, sa nuk gjendet asnjë shkak për ta justifikuar, qoftë edhe një grim atë që atij i ndodhi. Shteti shqiptar, që nga themelimi i tij, nuk ka parë kurrë në historinë e vet një ngjarje të tillë në të shkuarën, ku objektivi i krimit të jetë një gjyqtar. Kur kanë kaluar plot 4 vite nga ajo ngjarje e rëndë, familja Konomi, 2 fëmijët e tij tashmë të mbetur jetim, nuk kanë ende asnjë përgjigje për autorët e asaj masakre të pashembullt. E gjithë elita politike e vendit, nga presidenti i Republikës deri tek prokurori i përgjithshëm, qëndrojnë sot gojkyçur para kësaj tragjedie. Për më tepër, askush prej tyre nuk ka patur kurajon dhe guximin të kërkojë hetimin e asaj ngjarje. Mbajtja në heshtje e asaj që i ndodhi gjyqtarit Konomi është fytyra e vërtet ku është katandisur autoriteti i shtetit dhe sidomos drejtësisë shqiptare. Dallëndysh Konomi, nëna e gjyqtarit të vrarë, nuk i harron premtimet e shumta që i bën drejtuesit më të lartë të shtetit një ditë pas masakrës. Ndërsa shehet tek rriten pa baba 2 fëmijët e vegjël të Skerdilajtit, ajo tregon me keqardhje se sa e zhgënjur ka mbetur nga ditët dhe vitet që kanë pasuar pa djalin e saj të vetëm. Çdo vrasje është barbare në vetvete, por mënyra e ekzekutimit të vrasjes së gjyqtarit Konomi është një shembull tipik i veprimit të krimit organizuar, krimet cilin shteti, punojësit përballen çdo ditë. Sot nuk ka kufi. Nga kjo ngjarje jashtëzakonisht tragjike që ka ndodhur sot në Vlorë. Sot dora e krimit nuk ndërpreu vetëm jetën e një qytetari të devotshëm, nuk ndërpreu vetëm jetën e djalit të mrekullueshëm, Skerdilajt. Dora e krimit sot goditi mu në zemër shtetin e së drejtës. Goditi mu në thelbin e tij ekzistencën e shtetit. Ky akt
është në vazhdën e disa ngjarjeve, atentateve dhe veprave të dhunshme kundër gjyqësorit për gjatë viteve të fundit, duke përbërë një rast të paprecedent në historinë e drejtësisë shqiptare që nga koha e Ismail Qemalit, kur tentohet dhunshëm dhe merret jeta e një funksionari publik. Shqipëria synon të jetë pjesë e Bashkimit Evropian dhe të jetë në udhën e Brukselit dhe jo në Sicilinë e 50 viteve më parë, ku drejtësia gjunjëzohet përballë veprave mafioze dhe krimit organizuar. Presidenti i Republikës dhe kryeministri kanë qenë të parët që kanë marrë vesh lajmin e kopshëm të vrasjes së tij. Por ndërsa kanë shprehur keqardhjen me deklarata publike, nuk kanë marrë pjesë në funeralin e ekonomit. Ceremonia mortore e magjistratit, baba i 2 fëmijëve të mitur dhe homazhet në teatrin Petro Marko të Vlorës nuk janë organizuar apo marrë përsipër as nga presidenca, as nga Këshilli i Lartë i Drejtësisë, as nga qeveria, as nga konferenca gjyqësore. Të gjitha këto institucione që përbëjnë kupolën drejtuese të shtetit shqiptar, që nuk i lënë qoftë edhe një vdekje natyrale pa ja marrë përsipër organizimin e ceremonisë mortore dhe shpenzimet funerale, nuk dihet për çfarë motivesh dhe arsyesh harruan ta bënin të njëjtën gjë edhe me gjyqtarin Konomi. Në fund të fundit askush më shumë se një gjyqtar që u masakrua barbarisht teksa shkonte në detyrë, nuk e meriton të ketë një funeral serioz të organizuar nga shteti. Në këto kushte, ceremonia mortore e një përfaqësuesi të ligjit u mor përsipër nga gjykata e faktit të Vlorës, institucioni ku ai punonte dhe Bashkia e Vlorës. Një shtet ligjor, i cili nuk mund të garantojë jetën e gjyqtarëve, nuk mundet të jap garanci për jetën e qytetarëve të thjeshtë. E qytetarëve të tij dhe nuk mundet të garantojë dhënien e drejtësisë nga ata të cilët kërcënohen me jetë dhe humbasin jetën rrugëve të Shqipërisë. Ne kërkojmë që kjo çështje të trajtohet me prioritet maksimal nga organet e hetimit dhe të gjenden dhe vendosen përpara drejtësisë autorët e kësaj masakre kriminale. Një javë pas atentatit mafios që tronditi jo vetëm Vlorën, por gjithë Shqipërinë, familjarët, kolegët, miqtë dhe bashkëqytetarët të gjyqtarit Skerdilajt Konomi u rikthyen sërish aty, ku ndaloi së rrauri zemra e magjistratit 33 vjeçar. Ky kortezh i organizuar në formën e një proteste për betejën e radhës që krimi sapo kishte fituar ndaj drejtësisë dhe autoritetit të shtetit, u mundua të risjellë edhe një herë në vëmendjen e agjencive ligjzbatuese premtimin se vrasësit e Konomit do të ndëshkoheshin në kohë rekord. Në fakt, pavarësisht premtimeve të njëpasnjëshme të përfaqësuesve të lartë të shtetit dhe policisë, duket ende e largë dita kur ekzekutorët e gjyqtarit Blonjap të vijen në bankën e të akuzuarve. Ka disa të vërteta të padiskutueshme. Dhe këto janë të vërtetat e statistikave zyrtare, të vërtetat e shifrave. Janë dhënat e misionit italian të Guardia di Finanza të Universitetit të Barit, cilët nën kujdesin e Ministrisë Punëve të Brendshme italiane, kanë bërë një punë kolosale, duke ndihmuar policinë e shtetit. E që gjej rastin ti falenderoj për përkushtimin njerëzor, infrastrukturor dhe buxhetor, pa cilin do ishte tepër e vështirë të arrinim me rezultatet që kemi arritur deri më sot. Janë edhe statistikat zyrtare të konfirmuara dhe të konfirmueshme në çdo kohë të policisë së shtetit. Dhe dua ta shfrytëzoj këtë rast për të falenderuar drejtorin e përgjithshëm të policisë së shtetit, strukturën drejtuese të policisë së shtetit dhe çdo punonjëse të policisë së shtetit që është angazhuar pa kursim dhe madje me sakrificë në këtë betejë kolosale me parcelat e drogës që veç kriminalëve kishin në krah edhe të shkuarën që po lëm pas për të mos folur pastaj edhe për sulmet politike tërësisht pa drejta. Është sigurt se nëse në vitin 2013 Shqipëria kishte 323 hektar të mbjella me drogë dhe në 2015 vetëm 44 hektar, kjo mjafton dhe të pronë si prove sigurt e kthesës historike në drejtimin e duhur të policisë shtetit. Si prove sigurt që asnjë i korruptuar, asnjë i inkriminuar, apo asnjë i shpallur në kërkim nuk mundet dot të hedh balt
mbi shumicën dërmuese të kësaj trupe, që sot janë bërë mishërimi i transformimit që ne duam për Shqipërinë në çdo sektor. Vetëm 3 ditë pas kësaj konference që u transmetua drejt për drejt nga të gjitha mediat vizive, emisioni Xhungël sjell pamje ekskluzive të parcelave me kanabis të pakorrur ende nga policia. Pamjet e transmetuara sjellin imazhe të parcelave me kanabis në zonën e Devollit, afër kufirit me Greqin, ndërsa mbajnë autorsinë e gazetarit Artan Hoxha dhe kameramanit Ervin Daja. Filmimet janë bërë të shtunën e 19 shtatorit 2015. Nga filmimi duket qartë se parcelat ruhen nga personat armatosur, të cilët dyshohen se kanë lidhje me policinë. Duhet jeni krenar që me rezultate, me shifra, me faktet pa kontestueshme, keni hedhur në tokë të gjithë sasinë marrëmendse të Baltës që për muaj tërë ka rënë mbi policinë e shtetit, mbi drejtuesit e policisë së shtetit dhe me ministrin e Brendshëm. Duhet jeni krenar sepse i keni shërbyer Shqipërisë dhe transformimit të imazhit të saj në një mënyrë shëmbullore, atletare dhe pa asnjë dyshim historike. Ajo çka policia e shtetit ka bërë në këto 2 vjet është padyshim një kthes historike për rendin ligjor në Shqipëri, për pozicionet e reja mes shtetit dhe krimit, për sigurinë dhe perspektivën e gjeneratave të tjera. Unë duke ju kërkuar ndjes për përdorimin e shifrave, do mundohem t'i them sa më thjesht. Në vitin 2013, kur qeveria e kaluar ishte në detyrë, një sipërfaqe prej 323 hektar u kultivua me bimë narkotike, këto të identifikuara nga fotografimi ajror i Guardia di Finanza. Nga këto, policia shkatroi vetëm 7.5% të gjithë parcelave të fotografuara nga ajri. Sipas këtyre dhënave, viti 2015, sipërfaqja e kultivuar është 44 hektar, të identifikuara nga fotografimi ajror i Guardia di Finanza. Kjo është 8 herë më pak se sa sipërfaqja e mbjell në vitin 2013. Do të thotë në Shqipëri në vitin 2015 është kultivuar 8 herë më pak drogë se sa në vitin 2013. Dhe nga kjo sipërfaqe e kultivuar sot, policia ka shkatruar deri ditën e sotme 99.2% të sipërfaqeve të identifikuara nga fotografimi ajror i Guardia di Finanza. Bilanci antikanabis i paraqitur në ekspozen breslënse të 16 shtatorit nuk ishte nevojë për shumë komente. Por ajo që nuk mund të fshihej mes shifrave ishte fakti se sasia e prej 690.000 bimë narkotike të asgjësuara nga policia deri mbrëmjen e 15 shtatorit 2015 përbën një rekord kombëtar. Pra, sasia e asgjësuar është më shumë se çdo vit më parë, por njëkohësisht edhe sasia e kultivuar është e konsiderueshme. Monitorimi nga ajri me aeroplanin special të policisë italiane tregoi shifra në rënje të dukshme të sipërfaqeve të mbjella me kanabis. Por as aeroplani specializuar antidrogi policisë italiane dhe as helikopteri policisë së shtetit nuk mund të dallojnë çdo sipërfaqe të kultivuar në territorin e thyer të Shqipërisë. Investigimi i emisionit Xhungël në fshatin Koshnic të Devollit tregon pikërisht këtë gjë, pamundësinë që i gjithë territori shqiptar të monitorohet apo kontrollohet me mjete ajrore. Nëse nuk koordinohet puna operative e policisë në terren, me kontrollin ajror të territorit, suksesi duket i vështirë të arrihet. Ajo që u konstatua nga grupi i xhirimit i emisionit Xhungël në një nga zonat në juglindje të vendit, pranë kufirit shqiptar-grek,
tregon saktësinë se mundësia që policia ta zgjesojë 99.2% të sipërfaqeve të mbjellura me bimë narkotike është e pamundur. I kam ndjekur nga interesuar të gjithë emisionet, opinionin dhe emisionin tuaj tani të 24 dhe mbasi pash në video, dhe mbasi kam marrë gjithë dhe më temin e dorë dhe nga punojësi im, zoti Rezat Ruçi, mund të konfirmoj si më poshtë se Elvisi me Rezatin ka një njohje shumë të gjatë, Elvisi me Rezatin ka një njohje shumë të gjatë, për më shumë se një vit e gjysmë, dhe kam bashkëpunuar bashkë me mua, dhe të çështje, kemi qenë bashkë edhe në Gjermani, kur është dhënë dëshmia e Elvisit, ne të tre bashkë me një jurist tjetër 4, dhe kjo njohje është e tillë që ata kam pasur dhe konfidenca edhe bashkëpunimin dhe të gjithë të rrethanat e tjera për qëndruar bashkë dhe për ta pasur të takim. Qa është e veçantë dhe që ka mësuar nga juristi im është në fillim takimit Elvisi ka provokuar duke thënë që ti ke qimt me vete. Dhe për të arsye, Rezat Ruçi ka kërkuar që të mos filloj bisedimin pa i dhënë garancinë Elvisit dhe pa hequr telefonat e palët. Kjo ka qenë pjesa. Ju thoni se dëshmitari ka kërkuar, pra ka ngritur dyshimin se mund të kishte përgjues profesor Oshes. Dhe ka kërkuar largimin e telefonave nga tavolina. Këtë po thoni? Po. Dëshmitari i ka thonë Rezatit, ti ke qimt me vete. Po. Dhe për të arsye, Rezati edhe i ndjeri ofenduar, tha, unë nuk mbaj qimta, dhe që të kesh garanci ti, po heq dhe telefonat e mi dhe çantën time të heq i dhe ti tuja. Kjo ka qenë ndërhyrja e Rezatit dhe për të arsye është bërë të ndërhyrje. Ka kulmuar në një presion të hapur që më është bërë mua para disa ditësh. Duhet jetë data 11 shtator i këtij viti, ku më merr në telefon një jurist i OSHE-s, quhet Rezat Ruçi, i cili nga pozicioni është juristi thjesht, por është juristi që merret me menaxhimin e dosjes. Dhe më thanë telefon që dua të vi të flas me ju. Rezatin e njoh se kemi qenë pjesë e diskutimeve që kemi për dosjen edhe këtu dhe në Gjermani. Erdhi pranë zyrës sime, ulu në një bar kafe. Erdhi i vetëm, e dinte që unë ruhesha nga forcat speciale, sepse është në dieni.
A është diskutuar në këtë takim tani për rrjedhjen e informacionit media me që ju po bëni zëdhënësin e Rezartit? Duke publikuar edhe emrin e dëshmitarit? Unë nuk jam zëdhënës i Rezartit, por çështja është e tillë që çdo njeri mund të prononcohet lidhje me këtë. Që keni komunikuar me që jeni ndjeni ky takim, është e vërtet që i është kërkuar llogari kush po i nxjerr, kush po shkakton të rrjedhjen media? E vërteta është kjo, që Elvisi ka qenë bashkëpunëtor me ne. Që Lindimi ka qenë gjithmonë bashkëpunëtor të OSHE-ja për të punë. Po. Dhe Elvisi nëpërmjet meje dhe stafit tim, edhe Marti Borçansit, e ka të gjitha materialet që mund të shkojnë mbi 40-50 giga. Po. Në lidhje me këtë çështje. Dhe nuk është e vërtetë që ai nuk ka materiale. Pra ai ka. Po. Por ai ka të gjitha materialet që ekzistojnë lidhje me këtë çështje. Qartë. Dhe këtë për të dalë garanze. E dyta, edhe di dhe Elvisi shumë mirë. Po. Dëshmia e tij nuk është dhënë në vjen asnjëherë. Është një dëshmi që nuk është dorëzuar kur nga ana jonë. Ashtu si në dëshmia e Zefesekut. Dhe për arsye profesionale është e papranueshme që këto dëshmi që nuk janë dorëzuar në arbitrazh apo në gjykat të dalin në treg, në publik, se krijojnë probleme dhe pasoja të pariparueshme në lidhje me këtë çështje. Pra nëse na arrin 130 milionë euro, ne nuk mundemi të dutoj procesin për arsye të konflikteve të ndryshme politike. E takova, i thash urdhërohet çfarë ka. Më thotë që kanë dalë disa dokumenta në shtyp. Dhe thotë që ne kemi bindjen e plot që këto dokumenta i keni nxjerr ju, më tha. Duke marrë çik si shaka, i thash po bën shaka, apo jo, tha. Tha që po, tha, ti i ke nxjerr, tha, dhe për të jemi të bindur. Por tha duam të dim, tha, nga ana juaj, tha, se sa dokumenta keni nxjerr dhe do nxirrni më. I thash nuk kam nxjerr dokumenta e para punës, dhe e dyta këtë punë vlerësoj si një shantazh të hapur dhe provokim që ju po më bëni. I thash që dokumentet që kanë dalë në shtyp, unë një pjesë i disponoj, por një pjesë nuk i disponoj. Dhe si ka mundësi për një dokument që unë nuk e disponoj, mund ta nxjerr në shtyp. Tha kemi verifikuar dokumentin që ju nuk e dispononi dhe që ka dalë në shtyp, bëhet fjalë për dokumentin e studios ligjore, Clifford Chance i datës 30 qershor. Informacioni që ne kemi të vërtetuar që këtë informacion e ka nxjerrur zoti Kasrioti Ismailaj, i cili gjendej në burg. Tha, të lutem, tha, na jep informacion, tha, sepse nuk do të kesh punë të mirë. I thash unë, ti po flet vetë, thash unë, në emër personal apo në emër jo, tha, unë po vi vetë, tha. Thash unë vetë ti nuk vjen dot, sepse nuk e tagër. Ti vjen me i tagër për fajsimin, po vjen me një presion të hapur, karshi meje, dhe këto që po shprehesh ti janë kërcënim për jetën time. Emisioni Xhungël ka siguruar deklarimet e një dëshmitari që pretendon të ketë parë personat e përfshirë në atentatin ndaj gjyqtarit Skerdilajt Konomi. Ai rrëfen se çfarë ka parë para ngjarjes. Madje ai pretendon se është kërcënuar nga autorët e dyshuar të këtij atentati, pasi ata e kanë marrë vesh për ekzistencën e një dëshmitari që mund t'i identifikojë. Pa marrë parasysh faktin se sa e vërtet është dëshmia e personit intervistuar, redaksia e emisionit Xhungël ka verifikuar praninë e tij në zonën ku banonte gjyqtari Konomi para ngjarjes. Fakti që ky dëshmitar ka pranuar të vjetë në dispozicion të hetimit dhe nuk është thirrur për ta bërë një gjë të tillë, nuk lë një shije të mirë. Gjithsesi, është detyrim ligjor i grupit hetimor që të marrë çdo dëshmi apo deklarim të qytetarëve që kanë informacion në lidhje me ngjarjen. Më pas, verifikimet e mëtejshme tregojnë nëse dëshmia e tij i vlen ose jo zbardhjes së krimit. Në momentin që ka ndodhur ngjarja me gjyqtarin Konomi, nëse ju kujtohet, ku keni qenë, pra në çfarë pozicion keni qenë, në çfarë pune merreshit në atë kohë, dhe çfarë u kujtohet? Në momentin që ka ndodhur ngjarja e Skerdilajtit, kam qenë ujë të ftohtë në Vlorë. Punoja ndërtim në një pallat përballë shtëpisë
Dhe më kujtoi që 2 persona kanë mbajtur për një avresht, kam hedhur dyshime që ata persona vëzhgonin në shtëpinë e gjykatësit. Pasi vinin në një orar bazite dhe gjatë gjithë kohës dilnin nga makina, pinin cigare dhe shikonin në shtëpinë e gjykatësit. Edhe një ditë para se të ndodhte akti, në mbrëmje ata kanë qenë afër banesës gjykatësit. I ke njohur, i ke parë më parë këta persona? Jo, vetëm aty. Më mbrapa, e ke marrë vesh kush janë këta persona? Më mbrapa e ka marrë vesh vetëm kur dolën në media fotografitë, kur arrestoi Julian Sinanaj. Nëse të kujtohet me çfarë vini aty, me çfarë makine? Me një Benz gri metalizator, me një targ vlore që sipas oficerave nuk ishte arritur në atë shkronjë. Me një targ falso. Gjithmonë vinin këta dy apo ka pasur edhe persona të tjerë? Vetëm këta dy. Po vëzhgimin e bënin uleshin në lokal? Jo lokal, thjesht as 10 metra nga muri rrethuesi i shtëpisë, ndisnin, bënin cigare, bënin sikur filmonin poshtë nga vlora se është pamja shumë e bukur te plepi dhe vetëm shikonin shtëpinë, muri rrethues së shtëpisë. Po sa orë qëndronin? Rreth 30 minuta, 40 minuta, një orë, varet nga ditët. Nëse kujton çfarë orari ditës kanë ardhur që mëngjes, që zakonisht mbazite. Zakonisht mbazite dhe pa erë. Po ti në atë kohë ke njohur gjyqtarin Panonin? E njihja fizikisht. Po jo të kisha kontakt. E di me çfarë makine lëvizte gjyqtari? E di. Ka qelluar ndonjëherë që gjatë kohës si këta persona ka qenë aty duke vëzhguar të ketë rastisur edhe gjyqtari? Jo, asnjëherë. Do të ketë ardhur ose të ketë dërguar? Asnjëherë. Në momentin që ndodhi ngjarja, pra në shtator. Eksaktësisht ku ke qenë në ato momente? Në një lokal në ujë të ftohtë. Te Kava. Nga e ke marrë vesh çfarë ka ndodhur? Nga media. E ke parë? Se kam parë titrat e njohës, jam shkuar nga lokali dhe kam telefonuar oficerin e krimeve të rënda të Vlorës. Të kujtohet emri i oficerit? Më kujtohet. Si quhet? Luan Hyseni. Çfarë përgjigje u ka dhënë? Më ka thënë do takohemi urgjent tani. E ke telefonuar në celularin e atij apo në numrin me 41, pasi e kisha marrë në drejtorinë e Vlorës kur kisha vajtur për një vjedhje në ujë të ftohtë. Numrin personal të... Numrin personal të zyrtar. 41, jo numra privat. Po personali ti. Numri personali ti. Ai ka ardhur, ju ka takuar? Ka ardhur ai bashkë me një person tjetër. Edhe po aty te lokali ku? Jo, në një hotel tjetër pak më tutje. U kam dhënë të gjitha çka kisha parë. Më thanë që do komunikojmë më mbrapa. Ti ju ke thënë atyre që gjyqtarin e ka mbajtur vëzhgim këta persona? Kam parë 2 persona që kanë një avresht edhe mbrëm para se ndodhte kjo gjë kanë qenë aty. Po ti në atë kohë ata persona nuk i njihje me emër? Nuk i njihje. Absolutisht. Ata të kanë dhënë ndonjë dyshim se kush mund të ishin ata persona? Jo. Ata më kanë sjellë vetëm një foto. Këta dy? Jo, oficerët e krimeve më kanë sjellë vetëm një foto, që nuk përputej me ata persona. Mbasi ke mbaruar me këta dy? Pa ditë. Këta kanë thirrur më në komisariat? Ka ardhur një oficer dhe më ka marrë në komisariat duke i thënë që kam komunikuar me shef Luanin. Dhe do vinë ata do marrin, ai më ka marrë, më ka mbajtur 2 orë te vendngjarja. Pastaj kam mbajtur drejtorinë Vlorë, më kanë marrë denoncim. Më ka marrë dëshmi në policinë e Vlorë, ku aty ndodheshin shumë oficera, midis tyre dhe Kosta me Adnan. Kosta Beluri. Edhe Adnan Xholi. Gjatë kohës ke dhënë deklarime para oficerit gjyqësor. Nëse të kujtohet, kam pyetur për ndonjë person që ata dyshonin mund të ishte përfshirë në këtë ngjarje? Më kanë pyetur vetëm për paraqitjen e 2 personave. Më kanë pyetur dhe nuk është mbajtur shënim për mos kisha parë në atë zonë Emiliano Shullazi. Të kam pyetur, po nuk e kanë mbajtur. Nuk e kisha parë. Emiliano Shullazi. Ata të kam pyetur që ai ke parë filanin aty. Po. Dhe në mbrëmje shumë vonë pastaj më kanë sjellë fotografinë e Gilmano Danit. Emiliano dhe njihnin atë kohë? Si fytyrë po. Se ishte person që ishte bërë në media. Për Emiliano ka pyetur prokurori apo oficeri gjyqësor? Oficerat gjyqësor. Oficerat ishin të Vlorës, ëh? Po. Fotografinë për njohje. Ta kanë dhënë aty apo të kanë rithirur prapë? Jo, ma kanë dhënë në një vend. Po ato ditë apo ditë tjetër? Atë mbrëmje rreth orës 1 të natës.
Në zonën e Si më kujton edhe si gest, si veprim, si e kryen? Më morën telefon, kaluan aty, më futa në makinë, e pash, ata kishin vendosur dorë, më kam thënë që ky është Gilman Odani. Të thanë, domethënë, çfarë donin luan? Ata donin se mos ishte ky personi që kisha para aty. Që kishte ndjekur lëvizjet e gjyqtarit. Që kishte ndjekur shtëpinë. Lëvizjen. Ti ke thënë jo që nuk ka qenë. Jo. Më mbrapa të kanë treguar ndonjë foto tjetër? Asnjë foto.